Përshëndetje. Përshëndetje. Urime muaj i shenjtë i Ramazanit. Faleminderit. Rrnafsh, edhe ty gjithashtu, rreq. Faleminderit. A ke Desh tani pyetje. Po, veç fal, po. Prej sa vjeç lejohet namazi? Sa vjeç je ti? 19. 19. A ja agjerushëm? Po. Me të rujtë Zot. A e lodh heç që shka lodhe dje dhe sot? Çfarë ka lanë? Mirë. Pak je lodh, a? Apo veç pak? Jo. Allah i të rujtë. A falesh? Faleminderit. Po. Ma të na fak pas, Allah i të rujtë. Na fak pas. Të rujtë Zoti, ati kofshën falë. Faleminderit. Për hajrë dhe ty agjerimi, ky muaj i bekuar e familjes tanë, të rujtë Zoti ty e përën të tu e tanë familjen. Elhamdulillah që Allahu ka kriju, ka lind, ka falë të një familje e mirë, përën të mirë, që janë rrugë të Zotit. Dhe ta përkujtojnë si i vogël, agjerimin e namazin, e të kanë mësu më fale me agjerua, dhe i agjerushëm, elhamdulillah. 19 vjetë, fëmija nuk është edhe i vogël. E emrin e ka hala fëmi. Ama 19 vjetë kuptan, shumë kuptan. Shumë kuptan. 19 vjetë dohet me agjerua Ramazanin. 19 vjetë me falë 5 kohët namaz në ditje. Ku do që është? Në shkollë, në shpe, në rrugë, shëtitje, të i lujtë atje, ku do që tjetë namazin me falë. Namazin me falë. Na jena musliman. Sistemi jetës, programi ditor të këne ndryshan, për të tjerëve. Ne kemi obligimet tona karshi Zotit tonë, të cilat nuk i lëm anësh, nuk i harrojnë asnjëherë, siç është agjerimi e namazit. Allahu të rujtë ja Rabbi.